Një incidenti i pazakontë është regjistruar në ambientet e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Durrës. Ish drejtori i këtij institucioni, Elton Varaku, 41 vjeç, banues në Shija, është arrestuar pas një ngjarjeje të ndodhur brenda zyrave, ku më parë ka ushtruar detyrën. Sipas burimeve zyrtare, 41 vjeçari dyshohet se ka dëmtuar objekte në ambientet e institucionit dhe ka përdorur gjuhë kërcënuese ndaj punonjësve të pranishëm, duke krijuar tension dhe pasiguri në vendin e punës. Situata ka kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve pas njoftimit për incidentin. Shërbimet për hetimin e krimeve kanë britur në vend ngjarje dhe kanë ndaluar në flagrancë Elton Varakun. Ai është shoqëruar në ambientet e policisë, ndërsa ndaj tij pritet të ngrihen akuzat përkatëse në varësi të provave dhe dëmtimeve të konstatuara. Deri më tani nuk janë bërë publike detajet të plota mbi motivet që çuan në këtë veprim, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimet për sqaruar rrethanat e ngjarjes, përfshirë dëmet materiale të shkaktuara dhe deklarimet e punonjësve të institucionit. Ngjarja ka shkaktuar reagime dhe interes, duke qenë se bëhet fjalë për një ish drejtues të një institucioni të rëndësishëm si Autoriteti Kombëtar i Ushqimit.